U bërë 3 ditë që gadishulli i Ballkanit dhe vendi ynë janë në regjim të erave me origjinë subtropikale nga kontinenti i Afrikës. Këto era në këtë periudhë të stinës nuk janë të zakonshme, ndërsa ky regjim erash me drejtim jug-juglindje me shpejtësi 10-12-14 metër për sekond mundëson prurjen e grimcave të rërës me origjinë nga shkretë të tjera Saharas. Sipas meteorologut të njohur Todimitro, këto grimca rëre kanë mundësuar edhe në Vlorë ndotjen si të atmosferës dhe të gjithë masës së ajrit që qarkullon nga sipërfaqja e tokës deri në lartësinë 1500 metra. Kjo ndotje reflektohet në të gjithë ambientin e hapur, në balkonet e shtëpive në rrugë dhe kryesisht me dukshme, është në automjetet që lëvizin në qytet. Kjo situatë meteorologjike me regjim jug-juglindje, sipas meteorologut Todimitro, parashikohet të vazhdojë edhe ditën e njëjtë, ndërsa ditën e premte regjimi i erës do të kthejë në drejtimin jug-jug-perëndim, çka do të mundësojë edhe ndërprerjen e ardhjes së grimcave të rërës nga pjesa veriore e Afrikës. Ky ndryshim do të mundësojë në fushën termike dhe zbritjen e vlerave të temperaturës maksimale dhe minimale për rreth 2 deri 3 gradë Celsius. Nga llogaritjet që ka bërë një institut në Itali, është llogaritur që nga pjesa veriore e Afrikës, kryesisht nga shkretë të tjera Saharas, në gadishullin e Ballkanit dhe gadishullin Apenin, në një ark kohor të një viti, vjen rreth 20 ton rërë me origjinë afrikane, duke mos llogaritur pjesën e rërës dhe grimcave të saj, që nuk arrin të vinë në gadishullin atë Ballkanik dhe Apenin, pasi këto mbyten gjatë ardhjes për në kontinentin evropian. Me këtë situatë vihet në vështirësi edhe frymarrja e shumë njerëzve, kryesisht me ndjeshme nga kardiakët dhe azmatikët, pasi përveç grimcave të rërës që gjenden në atmosferë, edhe përqindja e lagështirës relative në ajër është e ulët, çka do të thotë që bëhet shkak për vështirësitë në frymarrje.